fjalin që populli edhe përdor thotë njeri është më i fortë se guri. Do thotë çka mundet me bart njeri, guri nuk mundet me bart. Është vërtet, po. Po. Do thotë kur e vren njeri që është i fortë, do thotë kur sprovohet, se pa sprovuar nuk mundet me kuptuar forcën e tij të mbrëmshme që ja ka dhënë Zoti. Për këtë arsye do thotë sprovat realisht neve duhet më na forcu. Jo që duhet më na dobësu. Zoti kur na ka thirrë me marr shembull historinë e dashurit të Muhamedit alayhis salam dhe dashurit ton, nëse nalesh dhe e këshyr gjendjen në cilën është kanë populli i Muhamedit alayhis salam, duke ekzistuar 360 idhuj tek qabja e amoraliteti, ato po thuaj se ka qenë një shumë pak detaje për të pasur shpresë ka qenë. Për të pasur shpresa. Plus asaj që pejgamberi sa s'ka pas musliman tjerë që do të në fillim edhe realisht është deshur me u dorëzu. Me i pas thonë diku që brenda 23 vjetëve do të arrijë që ti do vjesh këtu i pari vendit, këto nuk do të jenë këtu, gati ka qenë e pa imagjinueshme, edhe një jo njerëzore, do ishte njerëzore. Mirë po,